Asita fizikë në rallë parë ardhin vitin 1975 nga Shkëndia, zbashkut me Fatmir Paçamin, një vjet përpara atij kishte ardhur Agim Media. Dhe me ardhin e këtyre të dyve, plus edhe Agimit, ekipi Vllaznis mori si thosh një përforcim. Asri ishte një lojtar i veçantë në lojën e tij, një mesfushor organizator, por me dhëna teknike të përkryme. Organizohej lojën, por gjithashtu merrte pjesë në sulm dhe për këtë arsye u balloi shënues i disa goleve në kampionatin shqiptar. Mund të kujtoj shumë ndeshje të tija, por në mënyrë të veçantë më kujtohet finala e kupës me Besën e Kavajës, të cilën e fituam me rezultatin 5-1 dhe u shpall me fituesi i kupës Republikës. Më kujtohet që Astriti mos qofsh e ka me ndeshje bani 2 gola, megjithëse rezultati në pjesën e parë ishte 1-0 për Kavajën, në arritme të shënoshim 5 gola dhe 2 nga këto gola, sidomos njëri nga ana e ekzekutimit teknik ishte i përkryer, sa i triploi disa mbrojtësa të Kavajës dhe arriti të shënojnë. Ka një mendim në opinionin sportiv tek tifozët që mesfushor si Hafizi i mungon për vitesh Vllaznis? Po sigurisht, është e vërtet që i mungon shumë Vllaznis. Po thamë edhe ishte Astriti kishte veti mjaft mirë si mesfushor. Ai jo vetëm shpërndante lojën nëpër krah, por gjithashtu edhe vertikalizohte shumë topa. Kishte një gjatë veçantë për kohën sepse ai lojta do pje pasin mjaft mirë, sepse nga ana teknike ishte shumë i përgatitur. Plus saj ishte një person i qetë në lojë, ishte një person që mata regjim gjatë javës, ishte i përkushtuar shumë në futboll dhe plus tyre cilësive të tjera që kishte, Astriti ishte edhe mjaft i komunikueshëm me shok. Ai gjithmonë këtë në lojtarëve të rinj i jepte kurrajo. Asnjëherë nuk u shute për në thymje disiplinet ose fjalë me arbitrin. Dhe në përgjithësi mund të them që ishte njëri mjaft korrekt dhe kështu i përgatitur shumë edhe nga ana intelektuale. Ju keni luajtur në mesfush bashkë me Hafizin. Ishte lehtë të luajë për krati? Nuk mund të them si ishte lehtë, po ishte kënaqësi që luheshe për krati. Astriti gjatë gjithë ndeshjes, megjithëse unë ishe edhe i ri në atë kohë, jepte kurrajo dhe në përgjithësi mund të flas vetëm fjalë më të mira për Astritin se edhe kam shumë vështirë me folë të shti për te, sepse ishte një njeri i kompletuar nga gjitha anët, si nga ana sportive, po kështu edhe nga ana intelektuale. Për pak kohë keni pas dhe trajner? Për pak kohë kam pas dhe trajner, se në vitin 86, masi ekipi shkoj në Romani dhe unë për arsye që politike që ishin në atë kohë nuk shkova, aty më dëshitan në presa futbollin, por du të them që ai ishte edhe një trajner i kohës. Domethënë, ishte person i cili studionte, plus që kishte kryer edhe institutin e fizikulturës. Dhe du të them që ishte një person mjaft i përgatitur nga ana e trajningut, futi të re në stërvitje, metoda të reja stërvitore, dhe arriti edhe ai që delte kampion me ekipin e Vllaznis. Megjithëse duhet të thonë që kishte edhe një brez mjaft mirë.